pas i vodhi 30 shtëpi, gjykata e mbyllët në shtëpi, i e paret shtëpie. Njeriu që ka, një apo dy njerëz janë këta. Jo, njëri doli, tjetri s'kishte lek. Njëri pagoj dhe Po, njëri doli se... deti në shtëpi. Po, Ky nuk del nga shtëpia të vjetë prapë tani. po ku, po si s'do dali? Ai atë Çfarë punë është bën. kjo? Ku di Hajduti me unë dal. Kishin vjedhur ata, pse njëri kishte tjetër? Po nuk, atë që nuk kuptoj është se si mund të Tani, përsëritës... shpjegoj si ngjarje se nuk ta kuptoj. Ta dy tani ishin te ti vjedhës. Ta dy që kemi këtu. Mjeshtra, jo vjedhës Çfarë kishin vjedhur këta tani 30 shtëpi? po, këta kanë qelca. Këta të fusin dhe në sherr me familjen. Se nuk lën gjurmë kur futen. Ku jetojnë Këta kanë këta? qelcat. Në Tiranë. Kjo është ere 4 që dalin nga burgu, e 5-ta. Hynë, vjedhin, dalin, janë... Çfarë pagojnë këta që hyjnë vjedhin dalin? Po besoj që sa herë që shkon atje përpara gjykatës, gjykata është... dy u la me ai tjetri është në burg, ai tjetri. Sa shtëpi kanë vjedhur, po çfarë vjedhin konkretisht? Herën e fundit ishin për 30, se herën e parë kanë qenë çdo 30 shtëpi i arrestojnë. Plotësohet 30 i arrestojnë, jo pas Po si ka mundësi një përsëritës në... Domethënë pa u bërë thua ti, kjo do mos shkruaj se shikon popullata që po shkruan. Japin këta të regjisë. Transmetojnë dhe shikon popullata që po është vërtet, domethënë, është vërtet e pa këtë herën e fundit që u kapën nga komisariati 4, kishin marrë edhe kasafortën, shkuan, e hapën ke shtëpia, nga që kishin qelcat e shtëpisë. Emër mbi emër të këtyre kemi? Keti tani. Agron është i njohur se ka qenë për akuzë dhe për... Agron Goxhaj. Agron Goxhaj ka qenë për akuzë dhe për vrasje. Pas ke dëgjuar këtë? Për para 6 vitesh. Po jo, kjo bëri xhiron, në momentin që u kapën, kjo bëri xhiron e gjitha medjave. Sepse e morën kasafortën, e boshatisën, nga që kishte një armë, do e çonin prapë në shtëpi duke hapur. Janë të jashtëzakonshëm në... Pra po ju thua qytetarëve të Tiranës, kujdes se shtëpit mund të... Po gjykata e la. Tani çfarë ditë bëj ai? Ai nuk është profesor. Ai Hajdut është. Ai do dali prap. Pasi ka vjedhur 30 shtëpi këtë... Jo 30, këta kanë vjedhur 300. Jo 30 të fundit. 30 të fundit ju gjetën. Agron Goxhaj theti. Po tjetri? Goxhaj. Ai tjetri është jetë më pak i përnjohur. Fiks. Po kush ka mbetur në burg nga këta? Ky me këto flokë të gjata ka mbetur në burg. Tani është dhe një lloje kjo. Shiko sa petmershme është që në momentin që këtë e nxjerr, kam përshtypjen që avokati, bravo i qoftë, avokatët janë avokat, do gjejnë çdo lloj mënyre, do t'i largoj bashkëpunimin, sepse duke lënë në vjedhje, vetëm në vjedhje, do amnistohen këto vepra penale të vjedhjes. Vjedhja në bashkëpunim shkon mbi 5 vjet dhe nuk amnistohet. Tani kjo është, ku di unë se si gjykata nëse ta lidhim, këta kanë dalë, nëse do ta lidhim me këtë vendimin e gjykatës së pamshme të lartë për të zbutur, ai shalla ja vjedh këy në një ditë shtëpinë sa dushit edhe. Po tani si e kuptoj gjykata tani që ky duhet lënë në burg dhe ky tjetri që ishte më i madh më i rëndësishëm në vjedhje, sepse është kjo logjika që njëri ta mbaj fajin. Nuk ishin të dy. Tjetri po e ndihmonte te kasaforta. Ata ndajnë fajin që të bjerë dhe bashkëpunimi. Tjetri ishte vetëm duke ngritur atë masën e hekurit. Tani ka rrezik kështu, vidhen vetëm 15 shtëpi. Kemi dhe dokumentin e lirimit të këtij, ëh? Po çfarë ti bëjmë tani? Pse nuk e nxirrni? Ja, dokumenti i lirimit, çfarë thot ky dokument? Ky lirohet, shkon te shtëpia, e ka pa numër, ky që lirohet. Po ky vazhdon punën thotë. Po do vazhdoj se çfarë do bëjmë, çfarë do jetoj? Domethënë ky tjetri që ka ndërnjë burg ka marrë përsipër fajin. Po. Ata fajtor janë, ai do që të lërzoj bashkëpunimin, shumë e thjeshtë më. E kanë thjesht në çfarë di bëjmë tani? Çka ka, do thoshe se po qesh? Jo, asgjë thash, tani ka rrezik të vidhen vetëm 15 shtëpi, se njëri është brenda. Domethënë njëri brenda dhe rreziku është përgjysmuar, Klodi, mund vidhen vetëm 15. Jo po varet sa ka shtëpia, mos ajo mund vetë në 10 shtëpi të bashka, ose vetë në një shtëpi të pasur dhe mbaron punë. Ai me kapçat kapësh. Sasia në këtë rast nuk është shumë e rëndësishme. Ne marrim ne po bëjmë dhe shakat në rrugët e shikos. Po, pra po kjo është e tmerrshme. Vend shumë i çuditshëm. Do të thënë ja këta dy shikoni ju, njëri është liruar, ka marrë përsipër fajin ai tjetri. Shiça liron gjykata. Një Hajdut të tenderave të akshit, dhe një Hajdut të shtëpiave.
Ishte pap. Si kuptoj tani, unë mirë këtë punë, po... Dhe ju thoni është përsohet tigjë. Tani me që po presin, Kur ke këto vendim? më bën shenjë një regjenë se kanë ardhur të ftuarit e tjerë, që është panel krejt tjetër, është panel politik komplet e të gjithë, që ne të japim fund kësaj pjesë e këtu. Kjo në mënyrën si e thoni ju, Ola, është gabim që thua është grua qa do t'i bëj. Mos ta merte pozicionin. Jo, nuk e ka... Lërë dikën që t'a bëj. Jo, nuk po E mbroj shikon në mënyrë relative tani. E ka që sa e vështirë është që të luftohet sistemi, mo. Jo, unë madje as nuk jam korekte të bëj parashikimin që një stigmatizojnë dikën që më qënë është një grua... Po flasim për një institucion në 30... Po them që është një treg që ka grupe kriminale. Emrin para kësaj? Po më duket se ka qenë Olsi Komici që ka Po një tjetër... qenë Bledar Skënderaj besoj ka qenë drejtoria Agim Ismaili ka qenë drejtoria... Agim Ismaili kush është? Afrim Baka më duket se ka qenë... Ishtë drejtori burgjeve këta. Kush bë ca lek dhe ik është? Pyshi, bë ca lek, mblit ca lek aty dhe ik. Edhe ik. Institucioni, një nga institucionet më të korruptuar shqiptare. Ne nuk po ngarkojmë... Po kjo është me i dëmshmi se. Dhe i me i dëmshmi sepse ka të bëjë si lidhur drejt për drejt me jetën e njeriut, direkt me jetën e njerëzve. Dhe këtu është, nuk ka në botë, ti mund thuash, Ola, që nuk mund të ruaj një grua, një vijë, hajde të nesër të kalojmë bashkë. Po s'pati vullnet, tani ta kapin ata të porti, nuk ta bën dot këto. Po një minut. Institucioni që kontrolon këtë, ne nuk e dim, se ne për këtë punë e këshim tirë sot. Prezident, sa forca këti, mund mos kesh forca fare, ma. Mund t'jetë talur shteti, qeveria, dhe ka bërë këtë institucion kot. Ne duhet të dinim... Tani thepse del sqaron qytetarët edhe në ekran tjetër. Ti ke publikun tënd. Tani ti ke dalë provokati këtu? Jo. Mos e bej, se i ke gabim. Jo, nuk... Ajo na fyu, ne... Zonja ka vetëm një gabim, nuk... Ajo na fyu dhe ne unë do përpiqem vazhdimisht të jem të akuja vazhdimisht me emisionin tim. Dhe do ta shikojmë. Po mbajt të njëjtin standard që mbajt... Jo, nuk po e mban. Unë po e mbaj standardin, unë jam një njeri shumë normal në punën time. Nuk i bjem qafë kërkujt. Por në qoftë se unë bëj 1 kilometër rrugë në Tiranë dhe gjej në rrugë 20 dyqane jashtë, me copa mishi, me fruta, me dreqe, me gjitha, dhe nuk i shikon këto aku uja është turbi bocë. Si ka akuja, ato i ka bashkian. Bashkia, dreqi, gjithë sistemi. Këtë po të them. Ndërruar të shikus, ne do të vjojmë të jemi në këtë tragedi tjetër kjo që i ndodhë popullit shqiptar, po nuk vdes, nuk është si vrasja e 2 ditëve më parë 3 ditëve më parë në Durrës. Është një dramë tjetër. Vdes dal nga dal këtu. Vdes dal nga dal. Jo më vdes dhe me njerë, me ushimin. Po ata ishin trupat fort, po mund të vdisnin. Merë Kateringu, ne je u qonë atje me 25 milion euro, 25 milion euro kryetari i Dhomës Tregtisë, kështu tendera, i numërove ti këtu. Dhe tani qa do me thënë kjo? Qa do me thënë? Ja këtë më spjegohë ati. Ikim nga këj moment, mërim në një pik tjetër të rëndësishme, lirohet në aresti Shpjak, drejtoresha e Akshit. Bet me dije që gjykata e lartë, Klodi, vendosi sot që të zbus masën ndaj drejtoreshës e Akshit, Mirlinda Kërçanaj, Ish drejtoresh, po. Dhe nga aresti Shpjak e kalon vetëm masën e ndalimit të daljes jashtë shtetit, dhe detyrimin e paraqitjes në policinë gjyqësore. Ç'është ky vendim dhe ç'është motivi? Ai vendimi që ne e prisnim, do më thonë gjykata e lartë shtroi terrenin për të amnistuar në një farë mënyre të gjithë zyrtarët e lartë, të cilët janë të arrestuar apo në masa të tjera sigurie dhe që dyshohen apo janë të panderur zyrtarisht për akuzat korrupsionit, pastrimit parave apo të fshehjes së pasurisë. Ju e dini që pak ditë më parë, kolegjet e bashkuara të gjykatës së lartë në një farë mënyre unifikuan pjesërisht praktikën e caktimit të masave të sigurisë arrest në burg. Për mua kjo praktikë do duhet ishte rregulluar shumë kohë më përpara, por gjykatës lartë nuk i shkonte asgjë në vesh për sa kohë që nuk ishte prekur zyrtarët e lartë pra prokuroria e posaçme.